Përshëndetje të nderuar miq, mbrëmjen e sotme në orën 7:19 Partia Demokratike ka thirrur një protestë për mbylljen e TikTokut. Protesta do zhvillohet përpara kryeministrisë. Për të folur për këtë protestë për zhvillimet brenda Partisë Demokratike, kemi të ftuar zotin Teti Kopiku, koordinator për diasporën Partinë Demokratike, antar i departamentit Brain Gain, por dhe kandidat në Shkodër, në qarkun e Shkodrës, në listën e hapur. Teti, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën. Faleminderit që kërkon. Do ta nisim nga Shkodra aty ku ju do jeni pjesë e garës. Si është atmosfera dhe ju trema situata nisur nga zgjedhjet e kaluara, sepse akuzat shumë ta ka pasur për përfshirjen e krimit politik, denoncime pafund. Ju jeni në terren, jeni optimist? Atëherë, po, domethënë dinamika që ka kriju Partia Demokratike mujt e fundit, vitet e fundit, po edhe ditët e fundit, bën që unë me kanë optimist. Po fillojmë nga fundi. Pjesa primarëve ka ringjallë një farë mënyrë Partinë Demokratike, strukturat e Partisë Demokratike që do të jenë garanti. Ne kemi thënë gjithmonë edhe departamenti Brain Gain që militanti është themeli, po them, i fushatave elektorale në Shqipëri, por edhe në përgjithësi në gjitha fushatat. Pra, një farë mënyrë kjo shpirti i Partisë Demokratike, strukturat e Partisë Demokratike janë ringjallë edhe prej primarëve. E dyta, kena një parti politike e cila kaloi fazën e mjetesë dhe sot ka drejtën legjitime me thënë që e ba me të pamujtën e të mujtën. Dhe kapitulli i fundit metet mbrojtja e votës shqiptarit. Partia Demokratike sigurisht që ka denoncuar gjithmonë vjedhjen e votës, por gjithmonë pa shku përtej në drejtimin e zotit Basha. Sot kjo qasje ka marru, është përgjegjësia jonë për me mbrojt votën e demokratëve dhe në këtë sens njerëzit jo vetëm kanë shpresë pra tek Partia Demokratike, por kanë edhe këtë garanci që Partia Demokratike do të jetë mbrojtësja e votës tyre dhe e marrën përgjegjësinë e plotë që me realizu, pra me strukturat qoftë ligjore, por edhe strukturat si që përmenda ma përpara. Flasim mëndajnë edhe për dy listat që për mendimin tem bëjnë një diferencë, dy listat e partive të mëdha kryesore, po them Partia Socialiste dhe Aleancë për Shqipërinë Madhështore, që në mendimin tem është krejtësisht e qartë, kena disa figura që i thojnë diçka qytetit me integritet profesional, por edhe politik. Në ana tjetër kemi një listë që në pjesën më të madhe është e përbërë nga është e përbërë nga njerëz anonim që nuk i thonë domosdoshmërisht diçka qytetit. Pra në këtë sens ka një klim pozitive për sa i përket Partisë Demokratike, pa fol për faktin që kena 12 vjet në opozitë dhe shqiptarët kanë nevojë për ndryshim dhe mundësia vetme matematike për me bëu këtë ndryshim është Partia Demokratike, sipas sana shifrave ose sipas sana perceptimeve. Frymën e shikonim më shumë nga baza apo nga ndryshime që ndodhen në Amerikë, shpresoni që mundet të ndikojnë edhe këtu, domethënë? Unë nuk hi te këto persona që besojnë tek mrekullitë amerikane apo mrekullitë përtej oqeanit, sigurisht janë një ndërmesë e madhe pra ndryshimi i qasjes. Në radhë parë është bllokimi i fondeve, për shembull, po themi të Sorosit që financohet prej 12 vitesh, minimumi prej 12 vitesh, por edhe për pjesën kur Partia Socialiste ishte në opozitë, financohet në mënyrë të palishme ose në mënyrë të pamoralshme, jo etike, Partinë Socialiste apo këto shoqëni civile thojza që gjithmonë ishin apolitike për sa kohë flite për Partinë Demokratike. Në këtë sens është diçka e mirë. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kthejnë në vend një dëm që i kanë bërë Shqipërisë, sepse ne kishim një ambasadore që ndërhyte brutalisht në politikën shqiptare dhe sot edhe pse është në favorin tonë, ne duhet ta refuzojmë si mentalitet pra. Votat, kutia do t'i mushin shqiptarët, votat do t'i japin shqiptarët, por kena një garanci për procesin. Unë e tham shpesh, sepse është përdor kjo një sherif i ri ka ardhur në qytet. Sherifi i ri në qytet nuk është i mirë se flet në krahun tonë, por sepse mbron demokracinë. Kur sherifja e kalume na tregote barin, sherifi i ri thotë mos guxoni me prek votën. Dhe ky është lajmi i mirë për sa i përket lajmeve përtej oqeanit, për sa i përket asaj që si unë e konceptoj. Sigurisht që ka njerëz që janë edhe më optimista, qoftë edhe brenda Partisë Demokratike, që mendojnë që ka më dhënë edhe më tepër efekt kjo se sa thjesht qasja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por me kriju edhe një perceptim që kena mbështetjen e ndërkombëtarëve që dashje pa dashje ka efektin e saj edhe në perceptimin publik. Pra është një lajm i mirë në të rastet. Zoti Kopiku, ju bët pak më parë një krahasim mes listave të PS-s dhe të PD-s. Më lejoni të bëj një analogji mes Brain Gainit edhe Kopit të 2005-s, sepse ju jeni krahasuar shpesh herë që jeni Kopi i ri.
Tani asnjëherë kjo s'ka dalë nga Guerrero, por po është e vërtet. Ora a keni marrë të njëjtin vlerësim si Kopi atëherë referuar listave tani dhe a ka kapacitete kjo strukturë për nxjerr një lider të ri, nuk po them si Lulzim Basha, po Patjetër, madje lidera edhe shumë më të fortë se sa janë shfaq deri sot, do kam pas fatin me kanë pjesë dhe me kanë akoma pjesë e këtij departamentit. Kopi me departamentin Brengen janë dy gjëra krejtësisht ndryshme. Kopi ishte një strukturë rreth liderit të opozicës së KOS, ndërkohë që departamenti Brengen është një strukturë administrative brenda Partisë Demokratike. Fakti që kishte në përbamjen e saj djemë dhe vajza të ri të mirë shkollum, njerëzit, qoftë edhe disa drejtues Partisë Demokratike, bashkë në krahasimin mes Kopit dhe departamentit Brengen, që faktikisht nuk kanë asnjë ngjashmëri për sa i përket funksionit që ky departament ka pas. Ky departament ka marrë, madje duke ngarku detyra dhe vetes saj, me të propozu që nga programi i elektorat që do të jetë pjesë e fushatës, strategjia, manualet e antipropagandës që do të ndihmojnë po ashtu në fushatën elektorale, pra i ka shërby Partisë Demokratike për me arrit këtu. Individ caktum, ku bajellon pjesë jam kandidat me kanë deputet është përtej departamentit, pra unë nuk jam si përfaqësues i departamentit, unë kam një eksperiencë në departament, por departamenti s'ka pas qëllim me furnizu Partinë Demokratike me kandidat për deputet. Ka pas detyrën me ndërtu kamën e dytë që i mungot e Partisë Demokratike, që ishte kama e propozimit. Sepse Partia Demokratike në shumë vite ka vujt sepse ka qenë reduktuar vetëm tek pjesa e denoncimit. Dhe departamenti Brengen ka ndërtu kamën e dytë. Pse nuk janë këto lidera të ri të departamentit Brengen listat e Partisë Demokratike, unë duhet të nalem për secilin rast në veçantë dhe ne nuk kena kohë. Por në vetvete departamenti Brengen nuk ka pas këtë qëllim. Dhe nuk e quaj dështim faktin që nuk ka një numër të konsiderueshëm sa ç'kishte Kopi, në këtë sens e tha. Jo, pra kisha më shumë tek ideja e të rive përfshirja në politikë. Por ju personalisht mendoni që do ishte më shumë frytëdhënëse nëse në vendin e alatëve? Do ishte sigurisht nëse do të lije në dorën time, me siguri do të fuça më tepër bashkëpunëtor duke i njohur nga afër. Por për ndërtimi i listave nuk është diçka kaq e thjeshtë. Nuk është çështje preferenciale. Pra, në ndërtimin e listave ka pas 3 elementë, që ka kanë bashkimi i Partisë Demokratike, alatët siç e thatë edhe ju, dhe ideja ka qenë me pas një lloj gjithëpërfshirje. Dhe secili, domethënë, unë jam antar i departamentit Brengen, e quaj matematikisht mujtur me kanë pjesë e listave dhe nesër pjesë e parlamentit dhe kam marrë pjesë. Por antar të tjerë departamentit, tu mos kanë lista, nuk do të thënë që ato nuk janë pjesë e fushatës. Pra janë format ndryshme pjesë e fushatës dhe jam i sigurt dhe i bindur për këtë, që do të jenë pjesë e administratës të nesërme, sepse ne po mendojmë për marrën pushtet, jo për me u bë deputet. Pra nuk është një mendësi hupse siç ka qenë deri dje, që të marrë vetë vendet në parlament bëna rrugtar opozitar. Ne po flasim që nesër marrën pushtet dhe se zban departamenti Brengen, sepse nga vetë emri vjen nga programi Brengen që kishte në ato vitet e para të qeverisjes Partisë Demokratike, ka të bëjë me një rezervuar intelektual që do të furnizojë nesër administratën e shtetit, drejtimin e shtetit shqiptar. Ju jeni marrë shumë dhe me diasporën. Ka më shumë shqetësim brenda për sigurinë e votës apo tek ajo në zarf? Sepse logjikisht diaspora, 2-3 antarë një familje do votojnë gjithë bashkë, mund të ketë edhe ndoshta fotografi, nuk e di domethënë. Pra a është më rrezikuar ajo apo vota këtu? Unë kam menduar gjithë, domethënë, është një problem që mund të ekzistojnë, pra manipulimi i votës është më i lehtë në diasporë, sepse kutia e votimit është krejt shtëpia e personave. Ka një diçka pozitive sepse këto njerëz janë jashtë trysnisë të administratës shtetit, ndaj shtypjes që i bëhet qytetarëve që janë detyruar me jetu këtu. Pra, po nisena tek ideja që ato janë njerëz shumë më të mirë se sa njerëzit që janë detyruar me jetu këtu. Dhe në këtë sens, unë besoj tek integriteti i njerëzve, tek integriteti i votuesit, sepse nëse votuesi ka zgjedhur me shit votën, ajo është oferta që ai kërkon nesër për 4 vitet e ardhshme. Dhe kjo nuk është as faji i Partisë Demokratike,
as faji Partisë Socialiste në kuptimin, sigurisht në kuptimin penal ka një faj, po e kam fjalën që tek produkti që nesër do të jetë një votë e fotografuar familjarisht, është një ashtu, por një element tjetër që do ta pengojnë këtë lloj krimit elektoral që e quajnë, është rritja e dënimit për krimet elektorale. Pra nëse më përpara kalonte me gjoftë, sot njerëzit rrezikojnë deri në 8 vite burg dhe në këtë aspekt Partia Demokratike duhet të informojë njerëzit. Çfarë nesër rrezikohet nëse ne futemi në këto dinamikat manipulimit të votës, tjetërsimit të votës. Pra asnjë person që ka shkuar më ndërtu me shumë sakrifica të ardhmen në vendet e Bashkimit Evropian apo në vendet demokratike në përgjithësi, që është i qartë tashmë që ka ndërtu jetën në ata vende që demokracia është motorri për zhvillimin ekonomik, për zhvillimin personal, të arrim me bë këtë lloj manipulimit, pra duke rreziku të ardhmen edhe në atë vend, sepse do të bëhet duke bërë shkelje penale. Dhe për këtë duhet të informojë Partia Demokratike, pra për rrezikun që ka edhe ato që e kanë dhënë mendën me bë këtë lloj manipulimi, sepse fotografimi i votës futet tek shkeljet elektorale që besoj janë dënueshme. Edhe kam një pyetje të fundit, ju jeni pjesë e partisë, nuk është se dua t'ju fus në konflikt, por ndoshta një mendim ndryshe, mund të ishte shmang kjo protesta sonte se një protestë e thirrur me fëmijët, një energji ndoshta e harxuar, 12 vite protesta, organizime, jemi përpara zgjedhjeve, një konsumim më shumë përtej simbolikës për protestën, pra mbylljes së tij. Ishte gjë diçka tjetër? A ishte tema për temën për cilën bëhet protesta, unë them që nuk ka gjë më të shenjtë se sa fjala e lirë. Për sa i përket konsumimi i energjisë, ndoshta për sa i përket strategjisë, është diskutueshme dhe duhet diskutohet me njerëz që e kanë caktuar këtë strategji për protestën. Por të ndalen tek arsyeja pse ata njerëz dalin sot. Ne dalim sot në protestë është fjala e lirë. Sepse deri këtu që kryeministri vendos me mbyll një platformë ku flasin miliona njerëz me një tramë të gishtit, nuk ka ardhur për një ditë. Edhe më përpara jena ngrit për çështjen e censurimit të fjalës së lirë dhe e njëjta pyetje na shtru, a ja vlen me harxhu kaq energji për këtë gjë dhe deri ku shkon limiti i tij. Edhe sot ju siguroj që nuk është limiti i tij. Në momentin që ne pranojmë këtë limit, gjithmonë do të jetë border shifting, pra shtymja e kufinit. Dhe sot mbyll TikTokun, nesër do të përdor të njëjtën arsyetim për Instagramin, për Facebookun, gjë që e kanë bërë në mënyrë mekanike ose në mënyrë të industrializuar me patronazhistin, me ato struktura që punojnë në nënkatin e kryeministrisë apo në administratën e shtetit. Pra ato e kanë censuruar në mënyrë progresive fjalën e lirë. Dhe sot arrin të thonë që një platformë në më të mjekun dhe në më të përdorur nga shqiptarët brenda dhe jashtë vendit, unë do ta mbylli për një fenomen ose për një incident, një krim konkretisht, që ka ndodhur që s'ka pas pikë lidhje me TikTokun, pra ajo që ka ndodhur me 13-14 vjeçar kishte ndodhur krejt një platformë tjetër. Pra kjo është një absurd total. Unë e mbylli TikTokun me që ka ndodhur diçka që s'ishte përdor TikTokun te. Pra arsyeja për çfarë po çohet opozita sot është pa diskutimisht një arsye shumë e fortë për me protestuar, është arsyeja kryesore, fjala e lirë, për cilën ne kena luftuar dhe kena vujt shumë për mungesën e fjalës së lirë 45 vite. Si nuk ka kjo një arsye shumë e fortë për muçuar në protestë. Parlamenti ka nevojë për shumë të ri dhe unë uroj që ju të jeni shtator aty. Të falenderoj shumë tebi. Ju falenderoj shumë për ftesën edhe shpresoj që jemi prapë.